A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun xhalla shanu falendrojm, salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamat e pranishëm, dje e filluam një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku ky hadith gjendet në librin e Buhariut dhe Muslimit, nga Abu Huraira radiallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu xhalla shanuhu i bëri që 3 fëmijë të folin duke qenë ata në djep. Në moshën kur s'ka mundësi njeriu të flet, në moshën kur ata kanë nevojë për kujdesje, por nga mrekullitë e Allahu xhalla shanuhu që Allahu i bëri që 3 fëmijë nga Benu Israil të flasin duke qenë ata në djep. Njën nga ata ishin Isa a.s. Edhe i dyti shpjeguam edhe për dytin, edhe njën nga ata po ashtu nga Benu Israil, nga pasuesit e Isës a.s. Edhe i treti është njëkohësisht një fëmijë që i ka fol duke qenë djep në kohën e Xhurejxhit. Xhurejxhi ka qenë një nga pasuesit e Isës a.s. Por në jetën e vet ju ka kushtuar adhurimeve. Thuhet që ka qenë murg i cili është marrë me adhurim, me ibadet, edhe e ka pas një manastir jashtë qytetit. Manastir do të thonë një faltore jashtë qytetit, e ka ndreq atje si mezgjit me thonë, apo faltore, apo manastir, edhe ka dal nga qyteti vet, edhe ju ka kushtu adhurimit në atë manastir. Një ditë për ditëve, nana e vet, nana e tij e merr malli për ta pa djalin e vet. Edhe del nga shtëpia, del nga qyteti dhe shkon te manastiri. Edhe e thirr djalin e vet duke i thonë: o Xhurejx, kam nevojë për ty. Xhurejxhi në atë moment ka qenë duke u fal, duke bo adhurim. Edhe Xhurejxhi duke qenë në namaz, leni pastaj, është mirë para se me fillu me shpërnda, jo në ders, se po ma upin koncentrimin. Xhurejxhi duke qenë namaz, i thot vetës: atë filloj me namaz, ata fali namazin, atë vazhdoj me namazin, apo ti përgjigjem nënës time, edhe vazhdon me namaz. Edhe nëna e vet kthehet në shtëpinë e vet. Nesërmit shkon prap te Xhurejxhi, te vendi ku ai ka bo adhurimat e veta, edhe i thot: o Xhurejx, e Xhurejxhi e ndëgjon fjalën e nanës vet, e thot: a të vazhdoj me namaz, apo ti përgjigjem nënës time? Thot: po vazhdoj me namaz. Edhe vazhdon prap njëtën ditë, tretën ditë, kështu me radhë, edhe nana e vet nervozohet. Edhe i thot: o Allah, mos ja merr shpirtin djalit tem, derisa mos ta sprovojsh ty me gra lavire. Jo që të vere zina, po mos vetëm të kete punë, që të ne, mos kesh punë me gratë. Edhe kështu ka bo dua nëna e Xhurejxhit që mos ja marrë shpirtin Allahu djalit tem, Xhurejxhit, derisa mos ta sprovon Zoti me gra lavire. Pas asaj, mlidhen ata banorët e atij vendit, po dojnë me shiku çka është të bo Xhurejxhi. E thot: ky njeri po shitet, si them të ne, shumë musliman, shumë takva. Ajtë ta sprovojmë. Njën nga lavirët e atij vendit thot: unë kam me shku, kam me sprovu, kam me bo fitness, si them të ne, imanin e tij. Edhe shkon te manastiri i Xhurejxhit,
Po don me u fut mrena, Xhurexhi ja mbyll derën edhe nuk don me pa. Ka qenë musliman takva. Në atë manastir ka qenë një çoban i cili është kujdes për manastirin. Edhe flen kjo lavira mat çobanin, jetë shtazon, pas elin të fëmijën vjen kjo lavira midis qytetit dhe thot, ky fëmija jem është i Xhurexhit. Edhe njerëzit mlidhen edhe shkojnë te Xhurexhi, te manastiri, te faltonja, edhe janë nisin me thirr. Nuk del Xhurexhi për shkak se është koncentruar në adhurim, në ibadet. Janë nisin me prish. Kur janë nisin me prish, Xhurexhi zbret edhe thot, çka është puna? Thot, fëmia jot është ke bo zina me këtë lavirën, edhe kjo është fëmia jot. Edhe Xhurexhi thot, am lini pakun e të falem, të marr abdes, t'i falin ja 2 reqat, pas asaj shkon të fëmia, e përgdhel kokën e fëmis, edhe e merr gishen edhe e vënon të barku i fëmis. Fëmia lirek, ndjep, edhe i thot, kush është baba jot? Edhe Allahu Gjelleshanu për i mrekullive, shikoni këto që kanë folë në djep, janë një nga mrekullit e Zotit, edhe lene që kanë folë, po kanë sjellë edhe drejtësi. E thot, kush është baba jot? Thot, fëmia folë, thot, baba im është çobani. Edhe njerëzit i bin pishman, se ja kanë prish atë manastirin, atë faltonrën. Edhe pastaj i kërkojnë falje, edhe i thonë, ajtë po ta ndreqmi ty një manastir tash, një faltonre, me thonë një xhami, një mesxhit, pak më të mirë nga ari, në thonë sa ti e ki pas nga balta. Thot jo, bëni atë manastirin tem ashtu sikur se e kam pas. E tash, çfarë mësime marrën nga ky tregim? E para është se ky ka qenë, është koncentru shumë në adhurime, se njën nga murgjit e asoj kohë që e kanë pasu Isën a.s. Por, ky është marrë shumë më adhurime. Atë shumë më adhurime sa që është veçun nga familja edhe është veçun nga dunjoja, është veçun nga gratë. E në Islam, thot pejgamberi a.s. ai cili e shtrëngon në fejen, ta di se do të bëhet helaq. Një profesor në thëjke, gjeneti ka kufit e veta. Mos gabo me e kalu kufinin, se jetë pa gjenet. Çka po don me thonë kjo? Se nuk ban me e shtrëngu shumë. Mu marë vetëm në adhurim, ibadet 24 sat, me elon familjen, me elon nanën, me elon babën, me elon gruën, me elon fëmit. Nuk e Islami në ka caktu neve kufit e veta. Është koha adhurimeve, është koha e punës, është koha e hajes, është koha e pijes, është koha e respektit nanës, andaj nuk guxon njeriu ta shtrëngon fejen e vet, të mirët dhe vetëm, sukur se një ditë më thirrë mu, një djalë dhe më tha, hoxh, unë po du me shku në Mekë, edhe vetëm me boj ibadet atje, se jam mundu unë këtu me punu, po Allah i ma ka caktu që mës me punu. Thash pse? Thash s'ma do be punën, nuk ma do punën, po Allah i ma ka kriju mu që unë vetëm të baj ibadet, edhe shiko, a ka mundësi unë të shkoj në Mekë, edhe atje të jetoj. Thash te, kokëshe, i fshim ketë total. Kështu bash. Se aj Allahu kinë se pas ka kriju atë njëri unë vetëm për ibadet. Edhe me punu, tha s'ma don, tha, jam mundu me punu, po tha s'ma ma do shpirti, edhe unë du vetëm në xhami. E Omer radiallahu kërë i ka pa një djalosh në xhami, sabah, ndrejk, në akşam, ka thonë ky, kush jep me hangër, thot vllai vet. Thot vllau i tij është më i mirë se ky. Edhe e merr shkopin dhe e përzep i xhamis. Xhamia ka kohën e vet, puna ka kohën e vet, familja, çdo kujna do të më dhon hakun e vet. E dyta, në atë kohë thua që është leju me fol namaz, po pastaj ka ardhur ajeti wa qumu lillahi qanitin dhe ku të shkoni namaz, ku të filloni me namaz, tini të përkushtuar edhe Islami e ka ndalu. Edhe njeriu
Në këtë rast, djali nuk guxon, nga ky tregim marr në mësim se djali nuk guxon mja kthi fjalën nanës apo babas, prindrit e vet. Ky ja ka kthi ki ibadexhia, ja ka kthi fjalën babës dhe nanës, për këtë shkak nana ka bë dua kundra këtij. Që duhet me marrë mësim edhe nanat e tona, baballarët e tonë, se nuk është ndaluar me bë dua kundra e vladit. Se thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, 3 veteve Allahu nuk ja kthen duan prap. Njën nga ato është nana, prindrit për e vladin e vet, ose e djali për prindrin e vet, e dyta udhëtarit, edhe e treta atij që i bëhet zullum. Andaj prindri nuk guxon, nana, baba nuk guxon me bë dua kundra e vladit, se thonë ulemat ka mundësi çatë moment Allahu me ja pranu duan e tij. Sikurse që ja ka pranu duan nanës së Xhurejxhit. Çka i ka thonë? O Allah, mos ja merr shpirtin derisa mos ta sprovojsh me gratë, me lavirën. Edhe e sprovoj. Allahu me lavirën, edhe njerëzit ja nisën me akuzu. Për këtë shkak duhet me pas kujdes, sidomos prindri, ku të bën dua për djalin e vet. Ju e dini Imam te Mekës thuhet për Sudesin, që ka qenë belaxhi, edhe nona vet i ka thonë, o Allah, në thonë, banë këtë djalin tem, nga jo mlefi, ka thonë, banë këtë djalin tem imam të Qabës. Edhe Allahu Gjellëshanu e banë imam të Qabës. Në thonë, duaja e nonës dhe babës, në thonë, pranot. Për këtë shkak do të kemi kujdes, në thonë, duat, kur i bëjmë, për evladin, a i bëjmë kundra evladit apo mas evladit, apo për të mirën apo për të keqen. Pastaj nga ky tregim ne morëm mësim se nuk guxon njeriu me shpif për dikant që është i ndershëm për musliman. Siç thot Allahu xhaleshanu walladhina yarmuna almuhsinina والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Ata të cilët i ofendojnë muslimanët, qoftë meshkujt apo femra, për diçka që ata nuk e kanë bë, ta dinë se ata është një gjuna shumë i madh te Allahu xhaleshanu. Edhe për këtë shkak Allahu xhaleshanu kur ata e akuzojnë Xhurejxhin për diçka që s'e ka bë, Allahu xhaleshanu këtë drejtësi e nxorrin shesh, edhe fëmia kallëzoi se ky Xhurejxhi nuk është baba im, po baba im realitet është, në thonë, ai çobani i cili në thonë ka fletë mat gru. Këto janë ato disa mësime, disa porosi nga këto fëmijë të cilët Allahu xhaleshanu i sjell për me na tregu Allahu mrekullitë e veta, edhe për me na pru drejtësinë në vend, se funit çdo sent njeriu që do të bën dunjë do të shpaloset ditën kur do dalë para Allahut xhaleshanu. Asnjë sent nuk do të mshefet para Allahut ditën e Kiametit. Wa akhidawan alhamdulillahi rabbil alamin.